Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa tammut taslim ala khairi khalqillahi ajma'in nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Të gjitha falënderimet, lavdërimet, adhurimet tona i takojnë Allahut Azza wa Jall, ndërsa paqja dhe bekimet e tij qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. E pas falënderimit të Allahut Azza wa Jall, shfrytëzoj rastin që të falenderoj edhe Këshillin e Bashkisë Islame në Pej, edhe krye'imamin, por edhe hoxhin e xhamisë, të gjithë ata që u bën shkaktar dhe sebeb që ne sonte të jemi këtu para jush. Andalus Allahun e madhnuar që këtë natë ta bën të bekuar dhe një prej shkaqeve për të na u falur mëkatet. Ndërsa sa i përket temës që është kërkuar që të flasim për të, padyshim se çdo kush prej neve ka të qartë pse duhet të flasim për këtë temë, nga se jemi në prag të muajit të madh të Ramazanit. Andaj tashmë fillon të shtohen temat, ligjëratat, fjalimet e kështu me radhë që kanë të bëjnë me këtë muaj. Dhe jemi të bindur se të gjitha këto që fliten për këtë muaj synojnë që të na vetëdijsojnë në raport me vlerat e këtij muaji dhe të na bëjnë që në mënyrë sa më racionale, në mënyrë sa më të mirë ta shfrytëzojmë këtë muaj për të përfituar nga begatitë e shumta që Zoti xhallahu ala i ka derdhur në këtë muaj. Andaj që ti përmbajmë vetë titullit dhe mos të shkoj larg nga ajo që duhet të flas për të sonte, po filloj kështu, vëllezër të nderuar. Të përfitojmë nga muaji Ramazan do të thotë të dim të japim përgjigje në disa pyetje që unë do t'i bëj sonte para jush. Dhe pastaj në kuadër të këtyre pyetjeve të japim edhe disa përgjigje. Mirë po, mendoj që nuk mund të përfitojmë nga muaji Ramazan në qoftë se nuk dim të japim pyetje, nuk dim të japim përgjigje në këto pyetje. Andaj këto pyetje i drejtohen çdo kujt për neve. Çdo kush për neve duhet që kur të flet për këtë temë apo interesohet për këtë temë të din të jap përgjigje në këto pyetje. Pyetja e parë është se çfarë kërkoj të përfitojnë nga Ramazani? Plot njerëz nuk din të japin përgjigje në këtë pyetje. Vjen muaji Ramazan, e din se është muaj me vlerë, por çfarë konkretisht duhet unë të përfitoj, mendoj se është një temë në veti. Prandaj sa më tepër dim të japim përgjigje në këtë pyetje, se çfarë duhet unë të përfitoj nga ky muaj, aq më tepër do të përfitoj. Prandaj përfitimi nga muaji Ramazan është i kushtëzuar me përgjigjen sa më të detajzuar në këtë pyetje të përgjithshme. Çfarë duhet unë të përfitoj nga muaji Ramazan? Kjo është e para, dhe e dyta, sa është për mua e rëndësishme të përfitoj. Se nganjëherë mund të di çfarë dua të përfitoj, por sa është për mua e rëndësishme që këto të arrijë në Ramazan, ose me kthy pyetje ndryshe. Në qoftë se këto vlera, në qoftë se këto përfitime më humbin kësaj radhe, sa është niveli i humbjes time në total në raportet e mia me Allahun Azza wa Jall. Prandaj gjithmonë duhet në bazë të këtyre dy pyetjeve dhe përgjigjeve në to, ne pastaj të shikojmë se këtë Ramazan a do të përfitojmë më tepër sa të kaluarin, apo do të jetë barabart, apo do të na ruajë edhe pak më poshtë. Pra çfarë duhet unë të përfitoj dhe sa është e rëndësishme për mua të përfitoj. Ata që kanë folur për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, imamin e muslimanëve, të dërguar në fundit, shëmbëltyrën tonë në çdo situatë, në çdo rast, edhe kësaj radhe, shëmbëltyra jonë se çfarë duhet ne të përfitojmë nga Ramazani. Unë po jap tash një përgjithshme, pastaj do të filloj me disa pika të detajzuara, inshallah të përmeni se çka duhet të kërkojmë në muajin Ramazan për të fituar. Dietari i njohur Ibn Qayyim al-Jauziyja rahimahullah në librin e tij të njohur Zadul Ma'ad, ku përshkruan jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, te kapiteni i agjerimit flet kështu për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Thot: "Wa kana sallallahu alaihi wasallam", ishte i dërguari sallallahu alaihi wasallam nga ata që
e shtonte adhurimin në muajin Ramazan. Andaj edhe me këtë rast vjen te Xhibrili tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe së bashku e lexonin Kur'anin. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ndodhte që kur takoi me Xhibrilin të ishte shumë bujar në fusha të ndryshme të mirësisë. Por në Ramazan arrinte kulmin e bujarisë së tij. Gjithashtu thot Ibn Qayyim rahimahullah në vazhdimsi, thot wa ajwad ma yakunu fi Ramadan, ishte më bujar në Ramazan, yukthiru min as-sadaqa, shpeshtonte të dhënat e sadakas, wal ihsan, dhe bëmirësisë në përgjithësi, wa tilawatil Quran, e veçante këtë muaj me leximin e Kuranit, was sala, gjithashtu të namazit, dhikrit, përmendjes Allahu xhallahu ala, i'tikaf, mbyllej në xhami në 10 ditën e fundit. Gjithashtu thot e veçante Ramazanin me lloje të ndryshme të ibadeteve, gjithë të cilin nuk e bënte jashtë Ramazanit. Do thotë të ibadete i bënte edhe jashtë Ramazanit, por në sasi, nivel, do thotë nuk ishte sikur se ishte në Ramazan. Andaj thot Ibn Qayyim rahimullah, ndodhte që i dërguari sallallahu alaihi wasallam nganjëherë ta lidhte agjërimin e ditës me ditën e ardhshme. Nuk bënte iftar fare. Fare nuk bënte iftar, i dërguari sallallahu alaihi wasallam e lidhte agjërimin dhe kjo është e veçantë për të. Kur disa nga shokët e tij tentuan ta bëjnë këtë, i ndaloi. Por pse e lidhte agjërimin i dërguari sallallahu alaihi wasallam? Thot Ibn Qayyim rahimullah që të ishte më i lirë për adhurim. Andaj pothuajse ngrënia e iftarit i pengonte pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i merrte kohë për ta shfrytzuar kohën sa duhet në Ramazan, prandaj Allahu e liroi nga kjo, i amundsoi që ushqim për të bëhet ibadeti si zaventësim i ushqimit material që neve na duhet. Prandaj këtë kërkonte i dërguari sallallahu alaihi wasallam, leximin e Kuranit, sadakan, dhikrin, itikafin, gjitha këto i ka kërkuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në muajin Ramazan. Kjo është shumë e përgjithshme e unë dua që për me disa pikave të përmeni më konkretisht se në qofë se dikush të pyet o musliman, çka duhet Ramazani ty? Për shembull, mos me pas Ramazan, çka jetë keq ti? A din me dhënë përgjigje? Aja një që i kemë të vazhdueshme sa bërç për Zotin këtë din. Por për të kësaj diçka tjetër, kërkojmë motive shtojc që na motivojnë që ta përmirësojmë kvalitetin dhe cilësinë e Ramazanit, e agjërimit ton, që të arrijmë atë që duhet të arrijmë në këtë muaj. Prandaj e para që duhet të arrijmë, nga se që të përfitojmë nga ky muaj. Aja që duhet ta përfitojmë në radhë të parë është ta përmirësojmë cilësinë e të qenit robi i Allahut. Ti robi i Allahut xhallahu ala dhe tash, apo fakti që ke ardhur në xhami fal akshamin, ti robi i Allahut azza xhall. Mirë po, kjo robëria jote ndaj Allahut xhallahu ala është e kualitetit të duhur, të mjaftueshëm për ta marrë çmimin që Allahu ka përgatitur për robët e tij. Padyshim se kemi çka të investojmë. Kemi çfarë të përmirësojmë ende në këtë robëri. Prandaj muaji Ramazan është ideal për të radhit në rapt në rendin e rabëve të mirë të Allahut azza xhall, të cilët kanë pas kualitet të robërisë së tyre ndaj Allahut xhallahu ala të mjaftueshëm që Allahu i madhnuar të pranon këtë robëri si mall për të shkëmbyer pastaj me xhenetin. Nga se ne duhet të jemi rob të Allahut xhallahu ala, por jo rob të detyrueshëm, kuptimin e asaj që na ka krijuar, por rob të adhurimit. Dhe rob të adhurimit nën kupton që me vullnet të zbatojmë atë që Allah ka kërkuar nga ne. Dhe sa më tepër ngritemi në shkallë të këtij adhurimi, i ngritim çmimin vetes tonë, që nesër me këtë robni të shkëmbejmë me Allahun xhallahu ala mallin që ai na ka premtuar. Ai është xheneti. Pra shikoni në surën Tauba, në ajetin 111 dhe 112, çka flet Allahu xhallahu ala për këtë çështje. Fillimisht në ajetin 111 surën Tauba, Allahu thot inna Allaha ishtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna. Allahu ka bler nga besimtarët anfusahum, shpirtat e tyre, vetët e tyre, qenet e tyre, wa amwalahum, edhe pasurit atë që kanë mall, kjo është ata që ka rob të japin. E çka jep Allahu? Bi anna lahumul janna.
atyre u takon xheneti. Do thotë ne jemi në tregti me Allahun xhallahu ala. Ne atij japim robni, apo ne jemi rob të Allahut xhallahu ala. Dhe kjo robni ka një kvalitet të kërkuar, e ai përballë këtij kvaliteti na jap xhenetin. Mirë, kjo është shumë e përgjithshme. Qysh të bëjmë unë rob kualitativ i Allahu xhallahu ala, vazhdon ajeti në Tauba 112. Allahu xhallahu ala thot në këtë kontekst at-taibun, al-abidun, al-hamidun, as-saihun, ar-raki'un, as-sajidun, al-amirun bil-ma'ruf, wan-nahuna lil-munkar, wal-hafidhuna li hududillah wa bashiril mu'minin. Andaj Allah në ajetin 111 flet në mënyrë të përgjithshme se malli që ju shkëmbeni me xhenetin është të qenit rob. Mirë po, kjo robni kërkohet të plotëson standarde të caktuara, jo lloj robnie. Andaj kësaj robnie apo i jepet epiteti robi i Allahut i mirë. Në qoftë se plotësohen këto kushte, et-taibun, të penduarit, me pendim përmirësohet kvaliteti i robrisë. Pastaj el-abidun, rob të Allahut të adhurimit me kryen obligimeve, el-hamidun, ata që janë falendërues, es-saihun, agjeruesit. Shiko Allahu xhallahu ala në mesin e veprave që përmirësojnë kualitetin e robrisë tënde, për ta përfituar nesër mallin e Allahu xhenetin, e ka futur agjerimin. Prandaj unë kërkoj nga ky Ramazan që përmes agjerimit tim ta përmirësoj kualitetin e robrisë time tek Allahu, që t'jetë i mjaftueshëm për shkëmbim të mallrave mes me dhe mes Allahu xhallahu ala. Unë atij edhe shpirtin me agjerim, ndërsa ai më jap xhenetin. Pra këtë e kërkojmë në Ramazan. Dhe ai që këtë e kërkon në Ramazan nuk lodhet sa agjeruari kur, e as nuk e mendon sa është në verë, apo është në vap, apo temperaturë, nga asaj kërkon diçka që është më e shtrejtë se sa durimi që duhet ta tregon në kohra të caktuara për të agjeruar. Prandaj, vllai nderuar, pse na duhet Ramazani? Nga se pa te s'u bëhemi rob të Allahut. E para pa qenë rob të Allahut, s'u hin xhenet. Prandaj për mua është jetik, është do të thotë shumë vendimtar ky Ramazan. Patjetër unë duhet ta kryej ç'është duhet. Nga se përndryshe nuk mund ta përmirësoj kvalitetin e robrisë time në raport me Allahun Azza wa Jall. Kjo është ajo që duhet ta kemi parasysh. Dhe në këtë ka shumë çka më thënë. Për kjo është pika e parë kur dikush na pyet se çka ti kërkon në Ramazan? Çka duhet përfitojmë? Duhet të përfitojmë sigurisht ceka e para, të jemi ta përmirësojmë kualitetin e të qenit robi i Allahut. E pa më surën Tauba Allahu kushtozon se kjo arrihet me një seri veprash, ndërto ka kurzuar që të jetë ky agjerimi. E dyta, çka duhet përfitojmë në Ramazan? Në Ramazan duhet të ngritën drejjet, nga se gjatë 11 muajve apo ndoshta nuk kemi bërë shtytje të mjaftueshme për të ngritur në nivel të xhenetit. Po ti ndoshta i ke dhënë me këmbë, me dur, me disa vepra, po ndoshta nuk ka arrit ku duhet. Ndërsa xheneti është një Ramazani duhet të them, agjerimi është një shtyrje diçka speciale që në qovë se mirë të rihekësh dhe pastaj katapultohesh apo si kështu më thon kushtimisht, atëre është e mjaftueshme që katapulti i agjerimit me çun xhenet. Nga se çasi fuqie të shtypjes ka që gjun, në qovë se din ti të rihekësh ç'është duhet apo. Unë du me jacik një sen këtu që ka përmen disa për ulimave që da kuptojnë këtë më drejt. Më falni. Allahu xhallahu ala thot as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Agjerimi është për mua dhe unë shpërblej për te. Mirë, për vepra tira kush na shpërblen? Xhibrili? Për namaz në akşam që falem, kush na shpërblen? Allahu. Kush do të na shpërblen për yacin e falur? Allahu. Pse e ka veçu këtu pra unë e shpëlej për agjerim? A ka diçka speciale, diçka që nuk e dim apo na pedishim? Shikoj pse ka thonë unë e shpëlej për te aftë. Që tregon pse ka thonë Allah unë e shpëlej për te. Për dy sebepe. Ka thonë ulemat. E para është se unë e shpëlej për te, nga se nuk mundet robi i Allahut me paramendu çfarë drejje Allahu ja jep për agjerimin. Ndërsa për vepra tjera mundesh me ditë aftë. Pra kjo është e para, ene e gzibi, unë e shpëlej për te në kuptim të ngritjes
nuk mundesh o robi Allahut me paramendu sa të ngrit Allahu me këtë agjërim. Prandaj Allahu ka unë e shpëlej për te. Dhe e dyta, subhanallahu, çka ka thonë dietarët? Sikurse është një transmetim i Buhariut. Hadith kutsi që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se Allahu ka thonë li kulli amalin kafara was-sawmu li wa ana ajzi bihi. Kjo është transmetimi i Buhariut në disa për transmetimeve. Ka thonë Allahu xhallahu ala çdo punë mund shërbej si shpagim, ndërsa agjërimi është për mua e unë shpërblej për te. Çka është kuptimi i kësaj? Disa prej dietarëve sikurse Ibn Hajar rahimullah në komentimin e këtij hadithi thotë, çdo vepër e mirë që e bën robi mund shërbej nesër tek Allahu xhallahu ala si shpagim për ndonjë gjuna eventual që ka bërë. Andaj i ke bërë dikujt keq, mundesh me ala me vepër caktuar që e ke bërë të mirë, ta merr atë. Ose në peshore, ose çdo vepër e mirë mund shërbej si kompenzim ose shpagim i lëshimit caktuar. Ndërsa këtu e ka veçuar përveç agjërimit. Agjërimi Allahu thot nuk hin këtë pazar. Agjërimi nuk hin këtë pazar të shpagimit. Jo, nga se nuk ka gjuna që mundet robi me bo e që është i mjaftueshëm agjërimi me shpagu. Nga se agjërimi është mbi shumë gjuna që mund robi me i bo aftën. Prandaj nuk i mundësi të paguash e as në ngritesh tek Allahu xhallahu ala ngjashëm se si ndodh me agjërimin. Për këtë arsye, në këtë Ramazan unë kërkoj këtë ngritje drejtësh. Unë kërkoj këtë agjërim kualitativ që nesër yaumul qiyamah sikurse ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shpaguhen punë të mira për gjunohe, apo ndërsa yabqa saum, jet agjërimi wa bihi yadkhulul janna. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e me të tani hin xhenet atë. Tira të hargjohen do është Allahu na fal, jet agjërimi ajt mbron me lejen e Allahu xhallahu ala wa bihi yadkhulul janna. Me të hin xhenet atë. Andaj na po kërkojmë këtë agjërim, i na mallëngjy, na ka marr malli për këtë mik që yaumul qiyamah na mbron me lejen e Allahut azza wa jall nga hyrja eventual në zjarr të xhenemit. Këtë na e kërkojmë, lypën Ramazan, këtë arrin, ngritje drejtësh, agjërim kualitativ që bëhet i mjaftueshëm që me të ruajt nesër nga dënimi i Allahut azza wa jall. Gjithashtu ato që kërkoj të arri, të përfitoj nga Ramazani është që të më bëhet agjërimi mua, sikur që ka thonë vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Es-sawmu ose në disa transmetime es-siyamu, gjitha transmetime të sakta gjunna. Agjërimi është mburoj. Është mburoj. Andaj unë kërkoj që nga ky Ramazan të përfitoj një mburoj, nga çka? Dietarët kanë thënë mburoj nga dy sene vëllezër nderuar. Shikoj çka duhet agjërimi. Pe çkafit mbron, çepi çkafit mbron. Andaj ky përfitim duhet të jetë Ramazan. E para kanë thënë mburoj nga mëkatet. Nuk ka më efikas në ulën e shikimit sa agjërimi. Nuk ka më efikas në ruajtjen nga mëkatet sa agjërimi. Nuk ka më efikas në ruajtjen e gjuhës sa agjërimi. Andaj më duhet se unë vet nuk po më milion këtë është Ramazanit. Nuk po më. Dua të përfitoj kësaj radhe nga Ramazani që po vije, që të më ndihmon me lejen e Allahu xhallahu ala në braktisjen e mëkateve. Kjo mua më duhet. E tjetër çka më duhet mburoj, dëgjoni çka thot El-Menawi rahimahullah, një nga komentuesit e njohur të haditheve, ka një libër Faidul Qadir. Këtë libër Menawi kur e komenton këtë hadith thot kështu. Gjithashtu është mburoj, subhanallahu. Ndoshta nuk na ka rënë kjo kurrë. Thot Menawi rahimahullah se agjërimi është gjithashtu mburoj e muslimanit nga të lidhurit e zemrës me sebepet e dunjallokut dhe i mundson që të zgjidhet nga gjitha këto lidhje dhe të lidhet vetëm me Allahun azza wa jall. Nga se agjërimi neve na detyron që të braktisim gjërat më elementare në jetën tonë që i kemi, pa të cilat nuk paramendohet jeta. Dhe nga të folut e shumë për bukën e për ujnë, njerëzit kanë filluar të lidhen me to. Do të thotë njeriu nuk e paramendon jetën në qoftë se nuk e ka një standard të caktuar të ushqimit dhe të pijes. A nuk është kjo lidhja? Ku është te vakuli?
Na friksojnë vazhdimisht me krizë globale, apo se do të ketë mill, do të ketë për shembull ujë, do të ketë kështu. Ne e dimë se do të ketë. Po nuk do të ketë atëherë kur ne bëjmë gjunohe, Allahu xhallahu ala i dërgon disa shenja për të na friksuar, për të kthy. Po nuk do të pakohet rrezikun tok, nga sa Allahu xhallahu ala përderisa ka krijesa në tokë, ka garantuar Allahu se ka rrezik mjaftueshëm. Edhe nuk mund të na frikson askush në këtë drejtim. Po njerëzit janë lidh shumë. Andaj vija agjërimi që ty me dibind se ti mundesh pa ushqim, rrin me orë të tëra, se ti mundesh edhe pa pije dhe ti jesh aktiv të krysh punë tjera. Andaj gjithashtu është mburoj nga këto paragjykime, nga këto friksime për të kthyer ty në realitet se ti vetëm pa Allahun xhallahu ala nuk mundesh. Ti vetëm pa Zotin të nuk mundesh. Andaj a pesha pas ka edhe kohra caktuara kur ti pa bukë po rrin. Pas ka edhe kohra caktuara kur ti edhe pa ujë po rrin. Pa ka kohra caktuara kur pa Allah mundesh me nejt? Jo vallahi korratën. S'mundesh. Besimtar nuk mund me nejt pa Allahun xhallahu ala. Pa përmend, pa u fal, pa kujtua atë, pa lezu fjalën e tij, a mundet me jetu kështu? Ja nuk mundet. Nuk mundet me ekzistu besimtari, imani i besimtarit pa ushqime këto ushqime të domosdoshme. Pra te e shese, a ka ndonjëherë muaj që jemi të liruar nga namazi? A ka ndonjëherë muaj që jemi të liruar nga dhikri? Për shembull, kit muaj haram është dhikr me buaptën. Pej tagimit dena kësham, a ka kësi muaj? Ja s'ka, nga se zgudzojnë e mudapi ti. Andaj gjithmonë ka dhikr, andaj gjithmonë ka namaz, gjithmonë ka ibadet, ndërsa ka kohra kur nuk ka ushqim dhe nuk ka pije. Andaj zgjidhu pe këtyne që të kanë lidh dhe lidhu atje ku duhet me u lidh. Ta kuptojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thash Allah ja ka kompenzu mungesën e ushqimit me ushqim të adhurimit. Edhe disa dietar jo deri në këtë mos që ta lidh agjërim, jo kështu, por kanë provu në raste të caktuara që të ushqehen me dhikr në vend të bukës. Ana sikur që është përmend Ibn Qayyim përmend për hoxhën e tij Ibn Taymi rahimullah, thot rente përmend te Allahun mas namazit të sabahut deri në kohët e vonshme, don pak para drekës. Dhe i thuaj se shumë po qëndron duke bërë dhikr, tha kjo është ushqimi im. Në qoftë se nuk e konsumoj adhuf, do psona nuk kam energji të mjaftueshme për të ballafaqur me sfidat e jetës. Andaj duhet që ky agjërim, ky Ramazan na shërbej për të na lidhur ku duhet dhe për të na zgjidhur nga vendet ku jemi lidhur gabimisht dhe kemi kushtëzuar jetën me ekzistimin e atyre gjëra materiale, andaj pastaj jemi bërë të varur për tyne. Prandaj kjo është që agjërimi bëhet për neve mburoj. Prandaj unë kërkoj në këtë Ramazan që agjërimi të më bëhet mburoj, nga se pa këtë mburoj unë çdo ditë po dështoj. Po dështoj edhe në këtë rafsh, edhe në atë rafsh të gjunave, edhe rafsh të lidhjeve të saktuara, andaj më duhet agjërimi si mburoj. Tamam, sikur që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, as-sawmu junna. Agjërimi është mburoj. Tjetra që na duhet në Ramazan është, na duhet që na përgjigjen duat. Na kem shumë dua që i bëjmë, nuk po dim. Ka përvonohet përgjigja kështu më radh. Ramazani është koha ideale e përgjigjes së lutjeve. Andaj çka lypti në Ramazan musliman, unë lipi në Ramazan se tash ka ardhur koha që Allahu xhallahu ala na ka premtuar se do lutje nuk i kthen. Andaj thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, lis-saimi da'watun la turad. Agjërimi e ka të garantuar një lutje tek Allahu xhallahu ala që nuk kthehet atë. Nuk kthehet. Nëse i lexon ajetet e agjërimit në surën Bekara, do të vreni se subhanallahu, hedien Allahu e keni pa kur don dikujt me çu hedie. A e mbështjell me hedie letrën a me letër hedien? Cëllën e bën? Ja, me letër e mbështjell dhe me karton e mbështjell hedien. Nuk mundesh për shkak me marr letrën zbukuruese, me ngushtu, me fut në hedie. Apo më thonë ti çeta ku mbështjell, apo ai më kujtoi që kjo është zakonisht e bukura, e mira ruhet, mbështjellet. Që ta dhe hijabi është bukuri, apo se mbulohet e që prishet me bëmu zbuluatën. I hub kimeti. Andaj shikoj Allahu xhallahu ala si e ka mbështjell duan me ajet e agjërimit aftën. Ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. U është bërë obligim agjërimi. Pastaj shahr Ramadan, nëse e jamën ma'dudat, pastaj shahr Ramadan, ajet e agjërimit.
Pastaj wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kur të pyesin robët e mi për mua, unë jam afër. Le të thirrin. Unë i përgjigjem lutjes atij që më thret. Pastaj ka uhilla lakum lejlat as-siyami rafathu. Pastaj kanë mbas saj, edhe kjo është mbështjellje, rregullat e agjërimit. Në mes ka dhurata e agjëruesve, duaja e përgjigjur. Andaj unë në Ramazan kërkoj që të më përgjigjen lutjet, prandaj me mallëngjim e pres, nga se mezi po pres që të vijë muaji kur Allahu xhallahu ala në mënyrë më të posaçme dhe më specifike i trajton kërkesat dhe lutjet e mia. Pra këtë duhet të përfitojmë. Nëse në Ramazan s'na bën kabull doat, kur për të bëu kabull? Nëse në vakt iftarin nuk kena çka më lut, çka më zdi ç'po bën më kurrë. Wallahi nëse s'e bëu gati me çka më lut Allah në Ramazan, nuk di kur kimë lut apo. Kur kimë lut më? Nuk din kur më lut më. Prandaj ne në Ramazan kërkojmë të përfitojmë nga mundësia e artë ideale e Ramazanit për të na u përgjigjur lutjet. Dhe e pesta, çka duhet përfitojmë nga Ramazani është na falen gjinohat. Na falen mëkatet. Nga se këtu ka çmim të lirë të faljes. Është sezon e faljes. Apo andaj do të thotë nëse për shembull një çmim i një teshe ose një malli ka qenë i shtrejt, paramendo për shembull, tash vjen sezona, thonë 98% lirim aftën. Me 2% paguaj dhe blej aftën. Madje ndoshta edhe kjo është shtrejt e kum çmimin aftën. Edhe më lirë kushton falja në Ramazan aftën. Pse kushton më lirë? Po më lirë kushton ka se ka thonë vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin në komunikimin e tij me Xhibrilin. Kur i ka ardhur në minber, edhe i ka thonë raghima anfu mri'in adraka Ramadan wa lam yughfar lah. Kjo raghima anf është shumë interesant gjuhën arabe, me përkthy shqip po shumë problem atë. Se raghima anf huna te arabt ka qenë simboli i kënarisë. Dhe më aprek hunën në konsime me rrog hunën më aprek ku kondon problem. Se kanë pa çtu e kanë pas kënarin, në hunë, në vesh, s'kan ditë me çka më burr, me çta në burr. Andaj kanë pengon se raghima anf. Kjo anf i huna që është e lart, kanë i raf për tokë. Jo më aprek, po për tokë i raft. Mo kës as me jetu s'meriton kënjeri. Qaq i nënçmum që është, qaq i humbur që është, kë nuk din mo njët vetë më usil. Një njeri për shumë që nuk din që të me fitu, kë mo, mas, kom e dek gjithë konë, se kësë di me mbjetu kërkon. Nuk di me mbjetu kërkon. Andaj ati që si falen gjinat, ose si kurse që kë. Në rrethana, shumë ideale s'di me mbjetu. E qysh mbjetën pasaj me qinë shketin, kë des me herë vllaptë. Andaj po thu se Ramazani është oaz në mes të shketinës. Këtu në që se nuk din me pi uj, e ki para veti, e qka bën fell shketin kur s'ka uj kërkun, atër për uj, qka bën? Në muj të ardhëshëm. Prandaj është shans për të falë. Unë e pres këtë Ramazan më falë gjinat, pres që me dali paq, si atë ditë që më kalin nona, ditë në bajramit, t'jem të falën. Allahu thot, ja u kon falë, këtë e të presëm, këtë duhet të arrim këtë Ramazan, në falën gjinat. Ato gjunaj që këna problem, e pas kem agjerimin në gjunne, mbroj me agjerim kundër tyne. Shfrytëzoje mundësin e faljes në këtë muaj. Mirë, dikush ka mundësit në thot, këto gjitha jenë të mira, e kuptuam qëfar kërkojmë në Ramazan, qëka duhet përfitojmë në Ramazan. Po, s'pëdim qësh me jabon, si ti arrim këto apëtën, si të përfitojmë, si ta realizojmë këtë përfitim që unë e përmena në 5 pika, ka të shumë ta, si ta realizojmë këtë përfitim vëllezëruar në këtë muaj Ramazan. Kjo është përgjigjja në pyetjen e dytë. Nëse e di çka duhet përfitoj, është për mua me rëndësi jetike, atëherë pyetja e tretë, a dim për çu shkim realizu? Që po flasim disa pika që jam duke shu ka fundi për to. Në që se dënë që të 5 një fitu, thash ka dhe 55 tjera, po që të 5 jenë kryesoret që ti duhet ti arrish, të përfitosh nga muaj Ramazan. E para që të mundësën me lejen e Allahut Azza wa Jall, ti fitosh këtu adin cëla është, më u pregadit për me fitu aftën. Në njëri që hinë Ramazan, si kurse hinë Shawal, si kurse hinë në Dhulkade, si kurse hinë në Rajab, si kurse hinë Shaaban. Ky njeri, po rahmeti Allahut është vasi, rahmeti Allahut është i madh, ka mundësi.
Po sipas rregullave që ne i ka mësuar Kurani, ky njeri këtë Ramazan mund me nënshkru dështimin e tij këtë rafsh. Këtë Ramazan hajri inshallah smuta me përfitu. Teatrin tek qyre më ina gjalla ata. Nga se kur janë nis musliman luftën e Tebukut, edhe Allah xhallahu ala i ka sprovu me shku me luftu me Ramak, me superfuqi botnore ata. Ata që s'kanë qenë të gatshëm kanë filluar me arsyetu. Wallahi janë dalë tash frytet, me po me shku, më prishën dardhat, apo ku shekuar grunin. Tani do ka thonë vallahi problem se ata vinë me gra, e gratë i kanë të bukura, na bojnë fitnë, na më mirë sa s'mundën me ul shikimin për rrim Medinës për shkën e luftë. Problem? Këta ketë arsyetime të munafikave, dyftyrshave. Ata që janë sinqert me Allahun azza wa jall. Kur kanë shku muslimanët janë kthy, s'ka pas luftë. E kanë marrë sevapin pa u gridh kërkon. S'ka pas luftë në Tebuk. Janë shku deri në Tebuk, por s'ka pas luftë. Kur kanë i munafika çfarë sevapi, çfarë sani, që kanë arritur ta krafitun, na punim çfarë po më që arrit në Ramazan, na e pam. Do njerëz thonë, kisha me edhe të kisha bo. Allahu thot, "Lau aradu al-khuruja la a'addu lahu udda." E pa dash me arrit të ishin bogati, po se kanë këta për imamën. Ja ai që ka për më bëhet gati. Ai që don Allah më afal gjinat, ai piçi tash e din ç'ish bën taubat. E ka rregulluar këtë hesab atë. Ai që don që duat ti pranon, ai që tash e din, që tash sonte iftar me kon, din çka minutë Allah xhallahu ala. Se këtu punë rastisht. S'ka këtu rastisht. Ka me plan, apo me planifikim, me program. E di unë anë përgatitna. Në njëri që hala nuk është duhet lezu një gjysmë ditje. Hala s'u lezu Kur'an. A pritet që ditën e parë kam filluar? Wallahi shumë problem. Është shumë problem. Pra duhet më u përgatit për të arritur këtu. Ndoshta jo deri në këtë mas, sikur në Ramazan, po mundohu që në 8-5 dal nga dal çdo ditë kesh pjesëmarrje. Apo dal nga dal të kesh pjesëmarrje që të kesh mundësi të përfitosh pastaj në muajin Ramazan nga këto. E dyta, për aq përgatitjes me këto, duhet që të kemi e ceka pak, po për veçaj, duhet që të kemi, thash, program të përpiluar. Sa hak me ke bunit me këtë Ramazan? Sa? A i ke do ajete që kemi meditu gjatë i Ramazani? A je bu gati për dhekër e kështë më radhë? Cilin gjuna ke bunit këtë Ramazan me hek? Që ta inshallah si të hinë, murë funda. A ki da? Që shumë kem. Po cilin që ta me kushet e pendimit. Cilin gjuna ke da që me këtë Ramazan mu halashtis për tina? Që kjo përgatitja. Përpilimi i strategjisë që duhet ta kemi. E treta që na ndihmon në realizimin e kësaj është ato që e kanë përdorur dietarët tonë të parë. Ka të bëjë me qëndrimin e gjatë në xhami. I kanë pyetur disa prej selefëve, pse po rrin ka gjatë në xhamin e Ramazan? Po zhurmë çike. E kanë pyetur pse po qëndron ka gjatë në xhami në Ramazan? Ka thonë nga se po e ruaj agjerimin. Si dal piktuit unë e prishi. Prandaj duhet që me e shpeshtu qëndrimin në xhami apo në ambiente që i përngjan xhami spaku. Në shoqëri të mira, në vende të mbyllura nga haramet, spaku gjatë muajit Ramazan. Nëse don këto mi arrit. Qysh ki me bën buroj agjerimin apo kur ti 24 orë je në goditje. Nuk mundet Allah. S'ka mburoj që i qindran të antëve goditje ato. Po Ramazan është mburoj, po në rrasë të saktume. Ama ti 24 orë je në breshëri, goditjesh, apo je duke net në haram, je duke net në shoqit këqia, je duke net në për rrugë. Atëra fillan të zbehet kjo mburoj, fillan të dobësohet. Jo pse ajo është e dobë, po ti e ke dobësu. Ti e ke dobësu duke qëndruar në vende jo adekuate. Prandaj përgatitja, përpilimi i strategjisë. E treta, qëndrimi në xhami. E katërta, ruajtja e agjerimit nga zbehja. Na mundëm ke këto me arrit, që i cekëm 8-5, por unë e cekëm fillim, jo me kualitet e duhur. A ke pa për shembull sot, ka këpuca që kushtojnë 200 euro, edhe tjera këpuca kushtojnë 5 euro. Te duhet e kanë emin këpucë. Apo, a mund është aso që ka 5 euro kjo së këpucë? Ja, vëllë, këpucë është. Se ndurë së këpucë.
E çka do të piksoj? E kvaliteti. Andaj ka lloj agjerimi ka. Në njëri që e lën bukën, e lën pijen, i lën ato që e prin agjerimin. A mund të më thonë që s'është ngjinueshëm? Nuk mundem. Ai ngjinueshëm është, po ai është sikur se këpuca 5 euro. Që e prish me tjerat, po e ka zbe kvalitetin. E ka edhe ngjinim është. Po ngjinim, në shikim, ngjinim në haram, ngjinim atje në gibet. Andaj ulemat kur e kanë trajtuar ndikimin e mëkateve në agjërim, disa për tyre kanë thënë që ndikimi mund të jetë deri në nivelin e prishjes. Prandaj Ibn Hazmi dhe disa dietarë të hershëm kanë konsideruar pse ky mendim nuk është i saktë. Por dua të them deri në shkallë ata e kanë thënë ruajtjen e agjërimit. Andaj Ibn Hazmi thotë, dhe disa nga ulemat e hershëm kanë thënë se përgojimi e prish agjërimin. Do thotë me përgoju dikën, gibet me bë dikën, është sikur se më hongën pikdite. Prandaj ti e arrin ato që ti ka do. Po kur të prish me këta, atëra rezultati është zero. Çka ka thënë pejgamberi sa men lam yada qawl az-zuri wal amal bihi falaysa lillahi haja fi an yada ta'amahu wa sharabahu. Kush nuk ka lënë fjalën e keqe, ofendo këta, përgojo këta, rëna ata, fol keq për këta, Allah është në kuptim s'ta ka bo Allah obligim me lonë veç ushqimin e pijen. Ai ushqimi e pija janë sebeb për me lonë ti përgojimin. Se që se lëm përgojimin, mos me qenë që nuk është e kërkuar të braktisë përgojimi, Ramazani kur far kuptimi se kish pas. Ai përcita është bo. Pa e ta ruajmë nga shikimi, mos me dobësu, ta ruajmë nga përgojimi, ta ruajmë nga çdo që e prish. E në veçanti, paramendon sa e dëmton agjërimin ai që si fal 5 vakte atë. Agjëron e s'falet atë. Ai thimin hamna ani agjëron më mirë se me lon krejt. Po veç e liran shumë. Vallahi bën si ato tash, e çat çmimi i tij bën shumë poshtë atë. Pra duhet që për ta realizuar atë që e cekëm përfitimin e kërkuar në Ramazan, ne duhet që ta ruajmë agjërimin nga çdo gjë që e zbe fuqinë e tij dhe e devalvon vlerën e tij reale që ne i dhëm në fillim apo. E dietarët kur thonë se çysh ruhet agjërimi, kanë thonë ruhet nëse i ruan 4 gjëra. Ti e ruan agjërimin nëse i ruan 4 gjëra. Këto 4 gjëra kanë nevojë me kon tim në veti. Po unë po i them si pika që duhet ne përmes tyre ta ruajmë agjërimin. E para ka thonë el-lahadhat, pastaj el-khuturat, pastaj el-lafadhat edhe el-khutuwat. 4. Me rujt lahadhat kohën, mos me çu pasht, se humbja kohës pasht çasteve, momenteve e zbe agjërimin atë. E dyta ka thonë me rujt mendimet atë. Mos me shku mendja keq. Mëna për ato keq, ky shkoi keq, mëna për një haram, mas Ramazanit çush ja bëj, ta Ramazan s'po moj veç, mas Baramit tani ma let ja bëj, si të mënesh e zbe. E zbe. Andaj mendimet pakoj. Mos mëna keq, mos mëna për haram, mos mëna pakoj në Ramazan. E ruan cilëtetin. E treta kanë thonë el-lafadhat. Shprehet ato. Shprehet e dobësojnë shumë agjërimin. Pa e duhet me rujt agjërimin nga shprehet e pa matura. Dhe e katërta el-khutuwat, lëvizjet. Qoftë dorës, qoftë syve, qoftë këmbëve, rujt çdo lëvizje e pa matur, çdo lëvizje jo në drejtim të duhur, çdo lëvizje që Allahu s'është i kënaqur me të, e dobëson agjërimin. Dhe na pamundson të përfitojmë nga agjërimi atë që e cekëm në fillim. Dhe e fundit që me lejen e Allahu xhallahu ala na ndihmon që të përfitojmë nga ajo që e cekëm më herët është bëmirësia ndaj njerëzve. Me i bëmi njerëz sa të ki mundësi, në çdo aspekt, qoftë me sadaka, qoftë me fjalë të mirë, qoftë me fuqi fizike, me çka do qoftë, ndihma dhe njerëzve e rrit cilëtetin e agjërimit. Pse? Nga se neve na duhet për ta realizuar atë përfitim që e cekëm në fillim, na duhet çfarë? Na duhet rahmeti Allahut azza wa jall. Ndërsa thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, men la yerham la yurham. Kush nuk mëshiron, nuk mëshirohet. Irhamu men fil ardi yerhamkum men fis sama. Mëshironi ata që janë tokë, ju mëshiron ai që është në qiell. Mëshironi. Andaj çdo mangësi eventuale që mund të ndodhë si pasojë e neglizhencës time dhe më pamundson në arritjen dhe përfitimin e asaj që duhet të arrijë në Ramazan,
mundohu me e plotsu duke i bërë mirë njerëzve. Andaj s'ke mujt me realizu këtë, bëni mirë i këti. Ndoshta për hatër që këti ke bërë mirë, Allahu ta ngjej që ke bërë këta. Duhet besimtari me konë kësillë tregtari. Këtu nuk ka shku mirë, e plotson mosfitimin e duhen këtë rafsh me tregti tjetër. Andaj e keni pa tregtar të mëdhaj, nuk ka tregtar i madh që ka miliona e që veç një tregti e ka, veç këpusa shet. Ja në fillim me të ka nis, po tani ka pak edhe të ndrish banesa, e tani ka pak këtë punë tjera, pse si animon njëna tjetër sa thon. Andaj ti bën çu tregtar. Nisja me agjerim, nisja me këto pika, por tani ndihmoja biznesit ton, tijaretit ton me Allahu xhallahu ala, ndihmoja edhe me do ansore. E më e mira ansore është bëmirësia ndaj njerëzve. Me i bën mbi njerëz, duke filluar nga prindrit, nuk ta mërmenja sa kompenzon një e mirë ndaj nonës e babës, sa ta kompenzon mangësin kohës. Ta mërmenja. Nuk ta mërmenja sa e kompenzon. Andaj, Uwais al-Qarni se ka pa pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Por bëmirësia ti ndaj nonës ja ka kompenzuar në masë të madhe, pse sytë e tij se kanë pa Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Andaj ju ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sahabeve, një njeri ndodh që vjen nga Jemeni, nëse e shihni, kërkoni nga ai të kërkon falë tek Allahu për juve. Para mëna, sahabëve ju ka thonë, kërkoni prej tij që të kërkon falë tek Allahu për juve. Kur kanë ardhur në haxh nga Jemeni, Omeri u kon halife. Ka qenë duke net me Aliun radhiyallahu ta'ala anhu, edhe kur e ka pa një grup ka thonë, mos ardh me juve dikush. S'kan mund njerë me kuptu që apo pyesin për ta. Kanë, për atë çabanina, po e kena lënë në Arafat, tu në rrit devet atje të rritër. Kanë çka po vyna, jo çudit, Omeri halife, po vetë për çabanet tyne. Kanë çaj çaban për na vyn. Kanë shku taj atje, kanë pa tek një dru i thjesht në Arafat, ka bën ibadet Allahu xhallahu ala. Ky njeri nuk ka dalë nga shtëpia kur pa lejen e nonës apo. Nuk mat më se ka dhënë nonën vetë në herë apo. Për çit punë Allahu e ka ngrit. Andaj ka shku tek ai Omeri edhe Aliun dy gujt janë ul. Kan thonë neve për ty na ka thonë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Këta e kanë pa pejgamberin e zëm, ky se ka pa. Po këtia ka kompenzuar Allahu me diçka përse se ka pa. Andaj këta që e kanë pa i ka bën varën nga ky që se ka pa apo. Me çka? Me bëmirësinë ndaj njerëzve apo. Bëni mirë nonës apo. Musa alayhis salam ka thonë ja Rabbi, kallzama njëri që ti e don shumë. Në njëri mund sa mu taku me njëri që ti e don shumë. Pas invitimit të Musës alayhis salam, Allahu i ka thënë, në filën veni, në filën shpije, një shpije braktisur, që atje shka e gjënë robin tema për. Ka shku Musa, e ka i mrena një plak e verë duke nejtë e vetëmuar mrena. Ska mujt me lidh. Në atë moment e ka pa një djallë duke ardhë, me ushqim duke ushqim nonën kafshatën goja. Për. Ka thonë, si duket, për që ta Allahu gjellera e pas ka vo për robetin të dashnë. Dhe respekt në prindër është i madhë, e pastaj dvjetërve, respekt në dvjetërve, në veçanti ata që janë thinë në islam, aty që kanë dalë fije të bardha. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, apo kanë thonë min ta'dhimillah, nga madhnimi Allahu xhallahu ala është respektimi dhushejbetil muslim. Ati që është zbarë në islam aftë. Një që u plak në islam i kanë dalë bardhat, respektimi ndaj tij është respekt ndaj Allahut azza xal. Andaj plotsoje në islam këtë respekt. Nga se këtë ndihmon shumë. Fjala e mirë, respekt ndaj prindërve, ndaj pleqve, njerëzve më të vjetër. Kujdo qoftë që ka bë mirë këtë din, të jemi mirënjohës. Cillemi mirë, të themi mirë. Pastaj të poshtë njerëzve, fëmijëve, kujdo qoftë. Kjo është me lejen e Allahu xhallahu ala që në mas të madhe na ndihmon që ta realizojmë atë që duhet të arrijmë në muajin Ramazan. Andaj ishin 5, sa më të mend me 5. Apo 5 ti arrim e 5 si ti arrim bojnë 10 me bereqet Zotit inshallah. Elus Allah në manduar që na mundson që të arrim me të vërtet të bëhemi rob kualitativ, cilësor, cilësi e llojit të parë, robi Allahut me cilësi të llojit të parë. Jo rob fals. Rob ka edhe langje po fals, ka edhe kpuca po fals, bën robi Allahut original, jo fals. Që ka çmim nalt, nesër te Allahu xhallahu ala thush ja rab çerobnia që ta kumbo, thot çe xheneti pra. Shkëmben sikurse ceka në fillim. E të tjera të poshtë, të gjitha këto mund të realizojmë me lejen e Allahu xhallahu ala në muajin Ramazan. E ato 5 tjera të vjuese ishin që na ndihmojnë me lejen e Allahut të realizojmë këto përfitime në muajin Ramazan. Allahu në lësë ky Ramazan të jetë
me të vërtet shumë i bekuar për neve, shumë i frytshëm për neve, shumë i dobishëm për neve. Në çdo rafsh, edhe në rafsh të përmirësimit të raporteve me Allahun xhallahu ala, por edhe në rafsh të përmirësimeve të raporteve mes neve. Allahu bëf që ky Ramazan të na bashkon edhe më tepër, e duhim më tepër, e ndihmojmë më tepër. Allahu na lutë që inshallah, lutë Allahun e madh që asnjë vrasje në Ramazan mos më ndodh. Asnjë plaguesje, asnjë rrahje, kurrë nga konfliktet mes njerëzve mos ndodh në muajin e rahmetit. E lutë Allahun xhallahu ala që bile spaku këtë muaj mos dohet asnjë burr nga gruaja. Tjetë një muaj i bashkimit e ju i ndarjes, muaj i rahmetit dhe i dashurisë dhe i faljes, sikurse e ka cilësuar Allahu xhallahu ala. Allahu ju shpëlbej për mendje me kaq po i do fund. Wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira.